Toka dhe uji, zemra e planetit. Në fillim, para se të lindte jeta, ekzistonin vetëm dy fuqi madhështore, toka dhe uji. Dy element që në dukjet kundërt në thelb janë të pandashëm. Toka me qëndrueshmërinë e saj është baza mbi të cilën ndërtohet çdo gjë që njohim. Uji me lëvizjen e tij të pafund është shpirti që gjallëron çdo formë jete. Toka, themeli i ekzistencës. Toka është vendlindja e gjithçkaje që shohim rreth nesh. Në thellësitë e saj ruhen historitë e lashta të planetit, nga zjarret e para vulkanike që formuan kontinentet deri te mbetjet fosile që tregojnë evolucionin e jetës. Në sipërfaqe toka është jetike për çdo gjallëes, ushqen bimët, mban pemët, krijon pyje dhe fusha, çdo grimcë dheu është një univers i vogël, plot mikroorganizma që punojnë në harmoni për të mbajtur ekosistemin gjallë. Këtu fillon çdo jetë, nga farat që mbijnë deri te ushqimi që arrin në tryezin tonë. Por toka është edhe e ndjeshme. Shpillëzimet, ndotja, përdorimi i tepruar i pesticideve, erozioni, po e varfrojnë tokën çdo ditë. Ajo që dikur ishte pjellore, sot në shumë vende është bërë tokë e tharë pa jetë. Nëse toka humbet frymën, humbim dhe ne, sepse pa të nuk ka bimë, nuk ka ushqim, nuk ka jetë. Uji, forca që lëviz gjithçka. Në anën tjetër, uji është elementi më i çmuar që ekziston. Ai mbulon mbi 70% të sipërfaqes së planetit dhe është përbërësi kryesor i çdo qenie të gjallë. Uji është energji, është pastrim, është lidhje. Në çdo rrjedh lumi, në çdo rreshje shiu, në çdo pikë vese, ndodh një mrekulli e padukshme që mban gjallë ekuilibrin e natyrës. Pa ujë, asnjë bimë nuk do të mbinte, asnjë kafshë nuk do të mbijetonte, as njeriu vetë nuk do të ekzistonte. Trupi njeriu përbëhet kryesisht nga uji, ashtu si vetë planeti Tokë. Por sot ndotja e lumejve, shkatrimi i burimeve ujore dhe shpenzimi i pakontrolluar po e bëjnë ujin një mall gjithnjë e më të rrallë. Në shumë vende të botës, mungesa e ujit të pijshëm është bërë shkak për smundje, urrëtie dhe madje konflikte. Një pikë ujë ka më shumë vlerë se një pikë are, ku jeta varet prej saj. Toka dhe uji janë si dy duar që mbajnë njëra tjetrën. Pa tokë, uji nuk ka ku të ndalet, pa ujë toka nuk ka ku të jetojë. Nga ky bashkim lind jeta në çdo formë të saj. Pyjet, bimët, kafshët dhe vetë njeriu. Çdo pikë shiu që bie mbi tokë është një premtim për vazhdimsi. Çdo rrjedh lumi që ushqen fushat është një dëshmi e lidhjes së përjetshme midis dy forcave që mbajnë botën. Por kjo marrëdhënie po kërcënohet nga ne, nga duart tona, ndotja, shkatrimi i pyjeve, përdorimi i pamatur i burimeve natyrore dhe ndryshimet klimatike. Po prishin ekuilibrin që u ndërtua për miliona vjet. Nëse humbasim ujin, toka do të thahet. Nëse humbasim tokën, uji do të bëhet i egër, i pamërshirshëm. Kur humbim të dyja, humbim gjithçka. Një thirrje për ndërgjegjësim. Ky dokumentar është një udhëtim përmes maleve të zgjelbërta, fushave pjellore dhe burimeve të kristalta të ujit. Është një kujtesë se toka dhe uji nuk janë pasuri që mund t'i përdorim pafund. Janë dhurata që duhet t'i mbrojmë. Çdo veprim i vogël ka ndikim. Çdo pemë mbjell, çdo litër ujë kursyer, çdo ndalim ndotje është një hap drejt ruajtjes së ekuilibrit të jetës. Toka dhe uji nuk flasin me fjalë, por flasin me shenja. Me tokën që thahet, me lumen që ndoten, me shiun që mungon, por nëse i dëgjojmë mund t'i kuptojmë, sepse ata nuk na përkasin neve, ne i përkasim atyre. Në fund gjithçka kthehet te njëjta e vërtetë e lashtë. Pa tokë të shëndetshme dhe ujë të pastër, nuk ka jetë, nuk ka të ardhmë. Toka dhe uji janë fryma e planetit, dhe ruajtja e tyre është ruajtja e vetvetes.